Përshëndetje Arbëri dhe Drini, përralla për ju sot është ujku Torallak. Një ditë, një ujk kishte shumë uri dhe u nis të gjente diçka për të ngrënë. Ec, takoi një dhi. Ujku e ndali dhe i tha: "Ndalu më dhi, dua të ta ha, nuk e shef sa i uritur që jam?" "Mua," i thot dhia, "po çfarë do të hash tek unë jam kocke lëkur për të ardhur gjuna. Megjithatë, me që ti je kaq shumë i uritur, po më prite, unë shkoj një vrap deri në shtëpi të marr një nga kecat e mia ta sjell, dhe të hash e të ngopesh sa të duash ti." Ujku pranoi dhe dhia u bë erë, u zhduk sa hape mbyll syt. Ujku prite, dhia nuk po vinte. Atëherë ujku e kuptoi që ja hodhi dhia. Tha, iku tani ajo. Tani duhet të hap syt për ndonjë tjetër. Ec, në takoi një dele. "Po ndalu më dele bukuroshe, ndalu se dua të ha, nuk e shef sa i uritur që jam?" "Mua," i thot dele, "do të më hash, po ty duhet të vi gjunaf të më hash mua, sepse unë jam valltarja më e mirë në botë." "Ua," thot ujku, "një dele që është edhe valltare, edhe më e mira në botë." Po, i thot delja, "do të më shikosh sa bukur kërcej." Dhe filloi delja të hidheshe e të përdridheshe. E ashtu rendi me vrape ju zhduk ujkut nga syt. Tha ujku, "më hiku shejtanka, sa ka qol që u tregova. Tani duhet të zëmon të mos më hikin ato të tjerët." Ec, takoi një kal. "Kal, thot, si je? Nuk e shikon sa i uritur që jam? Unë do të ha ty patjetër." "Po mirë," thot kali, "po deshe të më hash, le të më hash. Por, a di të lexosh?" "Po si nuk di," thot ujku, "atëherë lexo mbas kurrizit tim se çfarë është e shkruar." Dhe ujku kurioz shkoi të lexonte se çfarë ishte shkruar mbas kalit. Dhe kali aq priti, me 2 patkonjt i gjuajti mu në kokë dhe e la ujku top në vend. Përshëndetje të dashur, shpresoj të jeni mirë.